që tash jena gati. Mirëmbrëma, Klan Kosova, robi plakët kur dën vetë edhe këtë djele. Këtë djele e kemi Urim Toskën nga Gjilani, sonte... Ka shtë thënë ku ka dopsu mentori. Për Urimin a? Mentori s'dopsohet, veç të boftë edhe njerë pandemi, e i sholla s'bot. Urim, mirë se na erdhe sonte, je bo bashk me dy vlazrit. Nga Gjilani, Besimi, Arsimi, Urimi. Qa kem këtu një pejon, poli për Sarajevës, poli Sarajevës. Kisha falenderu Urban Interiorin për këtë studiot bukur, për këtë punë të mrekullueshme që kanë bo, edhe shumë shpejt. Kush do që ka nevoj për me renovu zyrën, a lokalin, a shpina, banesën, lirisht lajmëronin në Urban Interior. E Lynx është ajo pija me shien më të mirë që këmë provu në erë të energy drink. A me pi? Ti e di që ndodhë ma ne. A ki marrë macën me vete? Po. Ta ongëshin macën pa lidhje. Qfar... Tigër është veç Gjakov. A tigër është veç Gjakov. Po do këtë si macë. Tu i qinë nonën, tu i reja, tu i hongër kejtë macat e Gjakovës. Tha, o, tigër, tha, po si ka lonë me hongër bëk, tha, aj. Shamenove te, pe pi Lynxin, ndurë të zotit. Që ka ndodhë që tash? Që pëqeli edhe në. A pëqeli dhe tja? Që më shti me mua? Le që t'jep energji, fokus e qëndrushmëri, po është i mirë edhe shumë edhe i shishmi me pi. Provojeni edhe keni mu bind edhe vetë. Për herë të pare lezova qëta. Sa do shta me thonë apo me lezua? Pa syza. Pa syza. E Luxor Hoteli, është ai ven ku... Sonte e kena një musafir të mrekullueshëm, një super muzikant, një super këngëtar. Pa i ronë një instrumentit. Vjen shumë keq, për këtë këngëtarve që në stratë ka shumë të mirë, po nëse s'din miron instrumentit, nëse si e mas pari muzikant, se di që qysh mund është mja dhonë shpirtin edhe vokalit edhe kongës. Do më thonë, duesh me ditë instrumentit, gjithë qysh. Pajmë shukajt, nuk mund është me qipi edhe që një shambull s'tu këtë palidhje. Po, ja, kër im koni rrisë si kumë shu, ama adin direkt kumë zonë femna dhe mi mirë. Jo, lo s'kem. Jo, zemreme. Se din të qysh është. E mos do një piteme. Si të kaloni kufinin e Kosovës që i futini në Maqedonin, nonën e djathë, Luxor Hoteli. 24 orë aty s'flet. Shabuat aty, veçon e di. Ilaçi i trafikut e i kolonave të Kosovës, sidomos të qytetit Prishtinës, është Automita. Ai i cili i ka sjell në salonin e tyre Vespën, Motogucin, Aprilien edhe Piaggio, që e ka? Pa. Patrisi! Ja, o zemrën, u me të buaj gore, kanë me menu gjinja që nuk ka për një me. Apo thoi nëjë sen Gjako? Si më shkua lo. Si shkua lo, po. A një son të këna mësafini për Gjakovës. Si në shpe. E që në laj me nejnë, Gjakovë. Thash mos për të nguci në esen, Patrisi është gjysë Gjakovalije. Ju do njëve. Zajmë. Edhe kështu që edhe na i dojna shumë. Edhe nëse të thoi në esen, lirësht jepja numërin tem. Lirësht jepja numërin tem. Me të në të thjenë që të kodë gjithmonë gjirimeve, po s'di shka. Alo? Po? Robert? Prap ju. Taksi Roberti, 044 111 999. Së është problem. Jo, keni thirë
te robi plakët këtë vetë në emision, jam midis zgjerimeve. Ama bashkë që tash momenti, po kanë edhe rentakar. S'pënin. Kar! Rentakar. Po, edhe rent. Po. E vërtet. Po i kemi pjesë e sponsorave, po. Faleminderit. Do është ta mi thonë notën e mirë, po ti ma ne po thutif në birë, je fliq kretë se di qa ki, kështu që s'po foli ma shumë, po. S'kisha hup ma shumë ko, masi sonte e kena musafirin për Gjakovës, edhe ti e Gjakovare, edhe Patrisi Gjakovare, s'dojna mingus. Gjakovari! Gjakovari kursimtar, është e vërtet, nuk jënë ta ma qarë, nuk jënë si cjasha, po jënë kursimtar. Në familjen mëngjez, kush nuk do në me hongër, mëngjez, ja dha ka njero. Ata ani, ja e ka njero. Në drek, ata apet pak si unë, ta ne këni. Që s'do një me hongër drek, ja dha ka njero. A e një të ndërëzum, ata ani. Fa, po, ka njero, antarëve të familjes, sajën 4-5. Në dark. A për do një me hongër po këpo, që t'ni ka 2 euro. Që ato që ja ka dhonë, mëngjez dhe drek, po në dark. Baba, ku kjo djali jem? Djali, te psikologi kesh pak. Ani, qka tha? Kur gjoj e mu një letër, mi vizatoj, tha do dele, edhe më tha kujdesu për to, deri sa të kthena, se po dal pepi një kafe. E qa bone ti be djali jem? Se në bab, ajme në i këtë që një me jem unë e budal. E mora një lathës, tha e vizatoj, tha një gardh. E rrethum rreth, mës me i gdelet, e lash fletën që ato edhe i rrashpe. Baba vetë budol që e ka bo mas pari këta. Qëto ma ka që njoni tha përmen ma emnin, s'ja përmen i eq. Pa para, që? Së poli ma ka që s'pedia me ledzuet. Po ypin taksi 3 veta të pitë qërë. Ama taksisti kopil. Pe vrenë që janë të pitë edhe pe dhe e s'kerin, mas 2-3 sekundave penal, edhe për jo thot pjanecave mretëm në destinacion të uj. Pjanec si por për bënë. Pe për pagesën, i dyti për thot, taksistit falimnerës, a këj treti, piqin në më shpull taksistit. Ka! Qa bo mërë, se për ma më shanë, atë të tha, qysh më zme të arrosë shpull, këto na mytë për shpejt vëzit që. Qa është pitu, thua? E ma e mira është ajo, Gjakovari, taksist. Po hen një super famën. Si për dënë cëllak. Pra, këj taksisti, pekqyr, e s'ponisë dhe në këneja, jo. Ha, s'ke po kur femën cëlla ka? Veç që më të këqyr, ka kimi nëzirë parë se kajë së ma për ty. Po dhe kësi priton, ka komi nëzirë e parë? Thësht, një 5 lakt. Iu. Sa të fata? Po ma, bre. Ki matë? Po. Nona ki? Po. Ta qim qeni nona. S'po shkan. S'po shkan se me matë, s'po. Ma qarë është? Ma qarë është? O, e të isha që t'i kush ko me qikë të. E t'i marike zamra. T'i kush paran. Shpesh edhe këta të bendit i shoj edhe i nguce, kështu që është i raporqit nguca, e përshëndesim mamin Agnesa. Më kish bo follow në Instagram. Të ka shkru s'disa, he? Edhe më ka shkru për qik ditlinjen, edhe për Patrisin ditlinjen që ka bo. Shtu Patrisin më të ka bo, s'ka pos nevoj. E përshëndesim, edhe fërkojmë kalje, që e ngucëm pak që aty. Pa humbur ko, vicat i krytëm, sponsorat i krytëm, kena që pak muzik me ngu. E kena një musafir. Pa humbur ko, këthejem pas pak me musafirin. Pa humbur ko, ti e kësizat se sanë s'po shoh. Please, welcome. Ape prezentën mërë se pi Gjakovës. Gjakovarski. Po, bende e një goti? Artan Bakia.
Bacar tanë, Mi mërma, mirë që gjeta. mirë se na ke ardhë edhe faleminderit që ke gjetë ko, e dilën ashtë Kënaqësia ke ime. pas qef me pushu. Dilën e kom, unë e javën e filloj dilën për shkak të misionit në radio, kështu Në që... radio, bravo, ti veç- E honja për mu është e dilën. Ti veç pas ke qenë atje, pas ke kry punë dhe orë këto. Direkt. Ndreshe ish pak që të kravatë që shtu që se tu ka qu, po më duket pak që të në mes. Që, sa hina, është ajo shpreja, të rego për i kaj tje pa të regu qytetin. Pa të regu që të Po, që është këse ja dhash dorën ty të për qafa. Para se morë, tu më nëjsh ata shtiveshi për një porë pucat, i lypsha me naj gumë matrash, s'kam qasja, dhe në këti kom vazhdu se dhe që, bile, ti afrona dete, kjo hekri kravatës të, dhe që është i nashtë? Që unë i kumë vesh vante. So je i gjatar tanë? 1,98. 1,98. 2 metra. S'jam si puna se maqës Santianës. Unë jam tigër për i ma. Keme një darsëm një kolegu tonë, dritë Rëshaqirit, e ka martu vlaunë në Gjelan, edhe dhe me thonë, dular toni, kështu ku valzeshën, ati dhe me thonë, në salë atje, dulë në mes atje. Edhe unë e këshishan s'kenë nuk ka, po të shmëra pa autoparlantave në atin, edhe që kënë qitë pa kryt, atin për letë e këmë gjetë. Se të thonë, po, 400 vetë, kënë mes, edhe një gjysë metra ma i nalë, po. Artan që ka 3, Po, treja zakonshme për dishmërije, zakonshme punë me ato obligimet me radion, me 2 emisionet, me studion, tash para disa ditë shkum fillu edhe një projekt të ri, i cili është sfidë e re për mu. Jam të shru një libër, i cili ka të bëj me këngën shqiptare, në më thonë një 100 këngë shqiptare të tavolinës, këngë shpirtit, të cilat më në fund do të kemi të ilustrume me vi melodike, me akordizim nalt, por me pas mundësimi kënu njerës në për ahengjët ndryshme ku shkojnë, është ka qene mungume kjo si. po, Edhe dikush që di mirar gitarët për shembull, po se di këngën i ka akordet nalt, anash është teksti, Qashtu. është një mundësi e mirë për njerëz e thjesht që kur të bojnë ahengje, kur të kanë mundësi, kur të mbledhen me kënu mi pas një... qashtu. As tekstin as akordet nuk i kanë, aty në sen sigurt mani se marin këtë punë heq me bo. Aty do t'jetë edhe vija melodike, edhe akordizimi, Edhe poshtë teksti që që kjo tash ka më konë sfida radhës, qëto se pa ta përvu dhe qëto pi përvaj. Shësa mi që të veta që ka 3. Ku me dita na kështë të regu. Ja kësha bo të pyqet me 100 kongë. 100 kongë. 100 kongë. 100 kongë për atyne që i dim gjithë, mirë po s'na kujtohen shpesh, edhe Jo. neve bile, edhe neve si artista që i përdorim shpesh, s'na kujtohen. Mendoj që kjo është sfidë interesante edhe duhet mu bo sa ma thjesht, mu ilustru sa ma mirë që thjesht mësë mu kompliku, as mësë mu harmonizu fështira, as mësë mu notizu, që është shumë mujtë mira, gjdo kush që është fan si muzikës. Qashtu. Artan vjen prej një familje artista, shumë falë, veç që të doshta me të veta, den, edhe qka problemi të këto tekstet, kush i gabon, a i gabojmë na, a i gabon Shqipnia, do më thonë, jenë do kongë të vjetra, 4-5 verzione jenë në tekst. Shumë pyetje me vend, shumë pyetje interesante, e kumë shpjegu shpesher në radio, tekstet i kanë ndru, mas vitit 1968 kanë ndru në Shqipni. Shumica teksteve originale kanë ndru në Shqipni, për ndryshe në 68-ën e kanë bo edhe një masakër në Shqipni, e kanë hi edhe kanë pastru një arkiv jashtëzakonisht shumë të madhe të këngëve popullore. Ndërto, për shembull, e kanë sakatu Hafsa Zyberin, ja kanë hek 70% këngëve, me pretendimet e një psikopatit kohës, i cili thot, ja, kjo për mduket turke, kjo për mduket arabe, kjo kështu, edhe i ka fshi krejt. Dhe më thonë, aty janë ndryshu, ta marim shembull këngën, na kemi mësu të e vonë si hajde moj Selvije, ose ta shiknotë, originali është 2 quna që ka Tirana. Po. Mirë po, 2 quna që ka Tirana, kush aty, të ku njoni, s'ka pas 2 në Shqipni, njoni Dhe në fote, 2 quna që po. Shën këta 2, heki, edhe kam bo, hajde moj Selvije. Edhe unë e kum pas problem në fillim, kërë më shku, se i këna isha kështu, ata më theshin shaj të bo. Plët këngë për shara ka ashtu. Shumë këngë, po, kur. Që aty është problemi. Mas taj, është një fenomen tjetër që në Kosovë, sidomos pjesa rrafshit Kosovës,
i kanë përkthynë për shtatë në përqeft vetin, i kanë cakatu në kretë, do më thonë, dalim të qërë që pëthu të jënë 4-5 verzione. Për jonë të kanë verzionin e vetë, Prishtina Lit verzionin e vetë, Gjeneran Gjitë vetin. Ta që ta Gjelanit lypin. Ta Gjelanit, sinqerisht, i kom shumë shokë edhe në super muzikanta, edhe jënë ndër zonat cilët mas mirë e kultivojnë muzike shqiptare dhe jënë për çdo respekt. Shumë. Edhe, a kanë dikuaja që është ofër lugina aty me do volle, me do i kanë do kështu ritma, Karadoko, a? A den, do më thonë, si din me... Kjo shpjegohet edhe në aspektin sociologjik, është ai sindromi i minoritetit. Kujtohet përpara luftës sot lidhen një mikon, që shumë mikon të lidhen për gjithë shka, kemi bajt dertë njëni tjetër, Qashtu. Kemi pas një farë empatije për njëni tjetër, për shkak se mikon minoritet, edhe minoriteti me automatizm, kryon qatë mbrojtën, qatë gardin, si me thonë. Qashtu. E njëta gjonë do dhe me Karadokun se të konë në vi, të parë, edhe këta kanë pasë, si me thonë, këtu një ka rahi se dëtyr, njëtë që shkara dëtyr Gjakovës për shumë, mi marrë ato, mu marrë me folklorin e shqiptar, ta sej pjese, këtu një ka rahi se me nada, edhe qysh mu dalu, do me thonë, kanë kryu valle originale, cilat jënë fantastike, edhe luën mirë, Shumë. E kanë, do më thonë, jënë me regull, me disiplin, me... Krejt, i madhe i vogël. Kështu që... Qefo mi po. E kanë pas ma të fështirë, për shembull se sa Gjakova në këtë rast, jënë detyru me kriju stil unik për mu dallu për pjesës tjetër. Për shembull dhe për këtë këngën, po du me të pyet fustanin me pika. A është nepi, a nebi? Se të na qyshë konvenon, a di nësë është, nësë onaj ne bahat, nebi, po. Po dhe kjo... Të thashme ne, kjo është përktheu dhe për shtati. Po dhe, po, përktheu dhe për shtati. Qashtë dhe përktheu dhe për shtati, a di? Ashtu bënë edhe nepi. Nepi. As nuk është nepe, as nebi, nepi është. është një kongë super e mirë, cilën më në fund e kanë do Mexhin, se ka qenë një debat i fort, ka pretendu Berata si qitosh të tëne, edhe Elbasansit. është një debat shumë i madhë mes Elbasanit e Beratit për shumë kongë, edhe më në fund u vërtetu që kongë është Elbasansit. Mas pyetjes tone, kësha pas qef, kështu spontanisht, dhe me thonë, pa prova, pa kur gjohet, se njerës e din që të robi plakët ku dërë vetë, është bendi mirë dhe musafirët gjithmonë njën këngëtarë të muzikës live, kështu që na i kemi pregati 2 kongë, po në kësha pas qef që të vish një strofe dhe një refren, prej qituit, heq mos livret. Shtrejat i pyqen? Unë për shtrej venet, sot e për bujnë. Shumë i lidhën me Shkodrën. Shumë i lidhën me Shkodrën. Pam tash të fundit në festivalin e madhë të Eurovizionit që Shkodra definitivisht është një frymë tjetër. është fryma e cila e para ka arrit me kriju një standard quajtur muzikë popullore, qytetare popullore. Edhe janë të partë të cilët e kanë hek orientin prej muzikës shqiptare. Përderisa këto pjesë tjera kanë met, një pjesë shumicë e madhe kanë met, kështu që forma qysh rritun në Gjakovë, forma qysh menoj, forma qysh kënoj, është shumë e lidhën me... Edhe, du më thonë, formimi jam artistik, është shumë i lidhën me Shkodrën të një pjesë. Edhe pjesa tjetër normalisht është Gjakova edhe Elbasani që s'kemi ku mi qujë. Qëfar tonaliteti? Cilin? Kravatën me pika. Ge. Fustonin me pika, sa i jetë paska. Fustonin me pika, sa i jetë paska. Ngreje pa kapelen moj nepi, sa të shoh se plasa. Ngreje pa kapelen nepi, sa të shoh se plasa. Shahati natës të erdha te
Zonin tani Gjovanepi thojshe pom dhe me koka. Zonin tani Gjovanepi thojshe pom dhe me koka. Zonin tani Gjova thojshe pom dhe me koka. Zonin tani Gjova thojshe pom dhe me koka. Shkovat mar doktorin Nepi merdi turbin nga bota. Shkovat mar doktorin Nepi merdi turb nga bota. Kur ki këngëtar të muzikës live, kur se ki problem. Qa bune Santi? U knaqa Po i asë. Ki problem. Me bëmi shti me kënu playback. Në përgjirimet të tjetëri, së ti qa me bo me goj. Bile me pas nej kanë që aty mja marrë, bile aty kongën. Mja marrë kongën, mi thonë, apo me hep kongën tone, se aty nuk e ti tekstin e folë. Po që mi thjerë në kona, a di që të kongë po, dilë me në vantarë. Dilë me pra që Nek me qekëm e qafë. kam problemi që refrenin me, bës ta kari me refren një fjallë. Ja, mi marrë një asi mikrofonit të neheshtit që në kona, dhe në Elvis Presley, atë si guzh e magarit. E atë shqirë, goja atë në që atë... Ne, se mos dalim për teme. Linksi. Ha? Linksi e bënë qëta. Artan më se pelli. Jo, që më ka pi, se bolë pasit pi, më bo më pi edhe unë, nga del me 4 iksa. Artan, cila është kanga që të identifikan edhe sot? Unë e qaqë shumë kom lëviz, s'kom lonë gjronë e pak nu, sa që tash në fund kom kënu edhe albumin e fundit e kom jazz. Folk jazz, një album interesant, i ndryshëm pak, do më thonë, se kom të fështirë shumë. Unë e kom problema dhe kur më thirin me kënu 2 kangë për shka. Kom shumë problem se është qysh më identifiku. Më konë të amën ashtu populore, është krejt tjetër gjo. Mirë po fatmirësisht që kemi fillu me pas punë me profesionista, ma në fund mu, edhe për muj me bo gjana me cilat prapë se prapë të identifikosh. Edhe me kongë që kom i kënu sonte për shembull, se cila është me një farë natyrë, me identifikon me një rafsh caktun të muzikës. Po, dhe me thonë, krejt albumet që ka i ki me harmoni, me akorde pak ma, si ma jazz, si ma moderne, edhe pse konga është e vjetër, është përpunim, po nuk i ikë artoni shumë ashtu dhe me thonë originalitetit aty, aty këtu ja jep në i lullë, në i zvokorim të qka, po jo mi ikë. Na dim që problemi është të karakteri, mes me hup karakterin kongës, mund është mi transformu, edhe që ky ka qenë edhe qëllimi, kur kemi bo albumin e fundit të Jara e Jazz, zakonisht ne ngojmë kongë jazz, e merri kongë dikush edhe trajton me një farforme, po për publikun edhe për njerëz duhet edhe për ne, duhet më shku një 36 takte ose gjysa kongës që mi kuptu ti cila kongë është. Tashti, a është jazz kjo, po unë mendoj që jazzi rrjedh prej ka burimin e ka prej muzikës popullore. Do më thonë, jazzi vjen prej atyne frymëzimeve të atyne fushave të Teksasit, të Chicago, se bla bla, të Michiganit. Do më thonë, vjen prej muzikës popullore, është një improvizim mrena frymës muzikës popullore. Edhe kjo ka qenë edhe arsyeja për shkak kum eksperimentu gjatë krejt kohës. Ka një barcelet për këto, të cilën të regoj. Sot dhe isha me thonë, a kine i barcelet. Mas luftës dytë botërore në Shqipëni, njonit i met një harmonikë në shpi. Shqipënia këput në cop e lodhën e krejt. Tu pase ato, ata e thojnë sazegji, sazi thojnë harmonikës. Dhe edhe, tu thirë tonë ato në përdarë, mirë po a i problem. A i tu ditë mira vetë C edhe A mollë, vetë bardha të krejt. Veç me të bardha, po. Vetë bardha krejt.
Se dorë avall. Po në tjetën ko, ky shefi grup, këta të u thirë njerë, se sa se gjithë, populli s'ka ditë. Edhe dikur fillojnë instrumentistat tjerë me hec pak, me modullu, edhe njëherë në një moment modullën klarnetisi, i thot, Gjoja, ha, ndro pak, tha se na kemi modullu. Kemi modullu. Me Gjojën, tha, unë e kum gjetë, tha, ju alakat një se dikur edhe ju keni me gjetë. Unë e kum gjetë, mos Unë e dhe me kum të gjetë, borë. unë jam regull, t'i vazhdojnë ju me t'juën. E kemi edhe atë kolegun Gjeki, gitaristi, kemi shumë. Fantastik, Gjeki është. Gjeki është edhe. Ndër kolegë më të mirë dhe ma pozitiv që kemi. Ku do që është, e përshëndesim, kum punu shumë Gjeki. si fmi me të, edhe ai, kur ka punu edhe me grupe tjera, jem konë do restoranat që i ka thonë përshfora, kafe me muzikë, edhe aty kanë orë këngëtarët për gjithë kohët. Këta kanë qenë bend. Edhe këj pak ka qenë asi tipi, adin se muzikant shumë i mire, i kanë shku nerva, kur ka gabu nej muzikant, ose nej këngëtara, nej këne, e për Shqipnis një këngëtara, adin që kanë orë kanë ka 5-6 muj kanë punu në atë kafe, Gjeki si kësha adin e kishe me krye me jaja titra, sa jaja titra kënën ma mirë, ajo, ju ka këthi, Gjeki qëfar të lidhë, thash, adin qëfar kongi, se edhe jam për Shqipnis, nuk e di repertoarin e këtu e qka ljopi, ledhe kundrat e të shpije, adin qka me lidhë, ledhe kundrat e të shpije, po. Edhe qësi. Gjeki ka shumë, edhe është fantastik, është original, edhe në muzikë, edhe në të humor. Ka edhe një tjetër, kur qohet një Shqipnis me gnu. Një kohë, një periudhë, fillun më ardhë shumë për Shqipnis, edhe u kryu një bindje që kush vje për Shqipnis o i mirë. Po. Na, për nostalgjisë që kishim për Shqipnin, Qashtë është. mendojshim që kretat ajo që ata që kemi pa në televizion na. Ata që kemi pa në televizion, kur është të një 30 kret, Qashtë në rëtëshë. 30 vetë, po qaq kanë ditë me kënu realisht, edhe që ata kanë kënu, edhe nëre të pëjnë konë 30. Qashtë. Edhe grupet popullore, masaj që në konë të mahalles, të kooperatives, Qashtë. logjes. Edhe vjen njona i thot, që më thonë, moj Selvije, qëfar akordi, thot, qëfar dush? Qëfar dush? Okej, e nisin C, tu i ra C, del cis. Këta bjerë, ta mën tha gjojshë mikë, dikur e thiri, thot, më falë, ku je duk nuze, që tu kërkonë që më ka gjojë? I që tu e deshtë pas të gjokë në gjokë, po dhe po. Ku je? Edhe një këngëtar, tu i thonë vetit këngëtar, adin edhe qotë, adin si musafir me knu, tha, për shemull kongën, hajde moj dashni. Edhe ka këngëtar, për shemull, unë jam bariton bas, adin, edhe knoj pak ma poshtë, muj me thonë G ose A. Ka dikush që e knonë edhe manal, edhe aj Gjeki pikajt, dhe me knu. Tha për fillimit. Tha për fillimit. Fillimit kongë. Edhe kështë qëfar tonaliteti, adin e na në qka, për të me kështu se pikajt, a i tha për fillimit, tha e këna. Ka të zëmni pak para së më kry, t'ja nisi dhe pi që të lëngë, si se ko ka i mirë, ku të shkojnë shumë. Je për të shpia, për të kalzaj. Bet koka. Që e të bërë tanë, që e pelin, du me të nësë të e libanesë. Bile, unë e lyë edhe si më goj kujshit se pa shkallë hiq. Po, a po. Pa i ngrej ato gër. Artoni o borin full me pëmë, me perime, po të kojshia, dhe se i gatë kjo. Kjo është Me zhirof. Po, me zhirafën, gjirafë. po. është kofsha përpëru me gjakovarve, ta gjirafa, pse, tha, rinë të unë, hajnë të kujshit. Pa unë burko, këthejemi pas pak me rubrikën e luksorit Santi me spec. Artan, kjo është rubrika Santi me spec, ruju. Hajde, për herë. Ko ka ru, s'ko ku shkon ma shumë, o veç gjak më qelë. Sele që aty që, a i kini thonë, gozdenca që që kini thonë? Soqme. Soqme. Soqme, hafë, zhe. Qa bo? Veç, cëllë këne, hapë. Qatë një mova one si gjakovare. Pram vetë që e zecë. 13 shizi. Që që së më premte. Cila është një kongë që ngon kur je veç vetë, e kënejt vjen marrë me një tjerë që për ngon. Rap Artoni. Në i kongë, që e ngon, ama kështu të vjen marrë Vjen marrë me një dikush që jetë ngu. Një më spec koka kjo. Unë e kom një problem se si ku më ongër specat kur, koka të zametshëm. Apo djek tha speci dhëndër, tha jo, tha goja po, speci jo. Qysh me kalzu tash se la marrin vesh krejt. Kësi ngon ato heq, po. Problemi është që është të vërtet që si ngoj hiq, edhe në kërë për shemull, e kom këput në krejt kablet e radios, ngoj veç ato shka du une, nuk
nuk influencona shumë, tash me aplikacionin ngoj duke gjinin kur jem të hec, për shkak të informacionit ma të saktë, edhe mi ditë çfarë ka ndodhur përmes mi përsërit këngë. Pjesën tjetër, kryesisht ngoj muzika cilat i përgjellë vet, janë muzika për tyre shumë të vjetra, ngoj folklor shumë, ndërvi shaqen Fatime Sokolin, ngoj ato të vjetra të fajet me Hadi Baramit të kohës Fymerizës, edhe këto i kom shumë për qef edhe i kom kështu me pasion ngoj. Dhe s'djen more. Jo, ma çfarë marre. Jo, ke. Pasar të marre si isha bo 2 metra, o rëp, me i vogël, pa. Se marre atë vik. More të kohë për i gati. Okej, hajtë edhe një. Edhe një, hajde. Që kjo është e sillë. Shtashë ke sill mirë. Stash ku me rona i numër që s'është aty heq? Stash ku më sillu botë e vjetër. Në lume? Qashme. Lamella 2. Zime bona në falë, ja. 21 she e kuqe. Oh, Kush është njeri i fundit që të ka shaj? Njeri fundit që më ka shajt. Tash shkaj stunit, mas pojt, ta definojmë shka është e shajt, ne. kështu si na i farë mundët me konë në rrjetet sociale. Në fundit më ka shajt njoni në rrjetet sociale, Që? më tha, qita një pjesë të vogël me Dalvin Mamush me super violinistin, të këngën e Qëmiles, e qita një, dul një i cili ishtë për një zonës shu që s'kan lidhe me atloj muzike, tha më s'na kur his, tha se pas ke këtu pa lidhe. Për ndryshë më pëlqej, tipi edhe lash, aty në rregull. Po dhe pa, zheq, po jo. Jemi në kohë kështu në kohë liberale, edhe unë si tipi jem liberal, më nejmi ti si pëlqen, po kush tha zërë mingume, vëlla. Shka të mirë në gjeta. Për ka përcej, edhe mu plot sen dhe tash me anisë sas në pëlqenjë mi shkru se cilit, po masa e pash që ai kish aktivitet kështu të lirë, kohë të lirë ish. Po, që shjo. Po, në kohë të lirë, shkru në komente. Ani mirë, ma mirë me shkru. Shkru mesin aty ato, nes mas nes, ku të mshë, kur të bëjnë e gabim, thot atë ku më thonë. Ajo është ase tipi që s'pënon neqë dhe e thirë vlonë me të zizra, po me qënë të parë se përdu me ble edhe një iPad, edhe me telefon, edhe 2 akonta, me të 2 me shajt, po. Sham ka e këtë qitë këtë kongë, sheve është i kështu, edhe femnat i shkruna edhe moshë, se ka problem. Lezej që më kem pëlqej shumë, se ku e pash mas një çfarë tipi është ashtu, a që di që shë ka ditë se ka njësë, ma merë mene që ka njënë atë kongë në herë, kështu që... Po dhe po edhe, kisha aj po jep, na i farë. Hajtë bërë mo! Shumë mirë ke, super pytje, bravo Sante, specin, zbot e pak. Hajde që tu se po më duesh pak. Se sot si kum një dhe më pjesë, në zërë ma qëta. Ka kja. Shak i më në thonë? Ka me folë për qëtë post të dhëmbëve. Edhe nuk e di, a i thu post? Se shumë jenë të më... Unë jem general që i këna thonë kaladën. Kaladën të këna thonë, na dhe me më rosë. I kanë thonë me o, na me o. Po, amo... Toothpaste. Toothpaste, veç post, thuhet. Past nuk Pas të thuhet. ledzojmë na po. A, thuhet post, më nëse tu... Ej, A pitën arabjata, a qëfare? Carbonara. Pasta bron. Pasta brën e prodhuar nga Dr. Petrit Ademi dhe stafi i tij, është 100% e prodhuar në Zvicër, vjen në 2 versione, Extra Whitening edhe Protect and Repair. Extra Whitening është për zbardhjen e e dhëmbëve, Protect and Repair është për zbardhjen edhe për ruajtjen e mishit të dhëmbëve. Pastën mundeni me gjetë në kozmetika, në qendra tregtare, si edhe në website. Bravo, e me qka pëftuhësh? A, me shka ftof në onë edhe nxena. Por zotin. Me qiko klimen. A lira? Shumë, ekonomike ta më për gjakovor. Dash ftoft, dash nxet. Bravo, lemroni. Bile. Qaq ftoft u konë si vjetë, so që njoni në Gjakova dhe klimen i kërë pas dhejës. U konë qiko, se se kishë dhejës korë. Qaq ftoft u konë minus 4, kjo adin të e bo ftoft, adin 13 grad, që mu bo një farë balonci. Jo pa i që ka bo, se sarë po vjen të që kjo e qiko se klimave, që e bona i gruve është që atë jakë ne, bura, po dalim a, tha, jo, tha, unë po dalë, tha, vishë jem të e nalë zemja. Dhe, te më së mërdhi. Më së mërdhi, se unë e dola. A pet ka dashni, se e ka mujtë heq, më s'mi kalzu. Qiko klimat, pompë termike me çmime të mira, edhe s'paguni shumë. A reklamimi në aeroport? Reklamoni biznesit tuaj në aeroportin e Prishtinës, në numrin 049-165-444. Që t'ni pak. Që ku i keni numrin që tonë? E di ku i na që ki numër? Ja ka dhe qefë, me sot kryet që të gjime.
Shuj se e prin. Sidomos bizneset e diasporës, ju që keni shumë, bollën e Sonja, mundi mi reklamu në aeroportin Adem Jasharit. E na po shkojmë me një kongë. Ja, ato peloj për fund, e po shkojmë me një kongë që shë pa titullin. Elegjike është. Kongë elegji, por është një gjë e vërtet që titullohet jo konga Santianës, por Aristanes. Aristanes, po, bravo. Edhe diçka Tirana për... Gjë e vërtet. Gjë e vërtet, apo? Histori dashurie për një kongën e ka shkruar një artist që quhet Xhemal, kitaristi i thonë, Xhemal këngëtari i thonë ati. Ai ka shku ushtar, e ka lënë kur këthy se ka gjetë, edhe shokët i kanë kallëzuar gjatë ecjes që u martu. Kjo ku ka pak se ajo... Ushtria ka zgatë, në atë kohë ka zgatë 2 vjetë të kuzur. Edhe nuk ka pas më këthy për se la që shu këthashin të nënë shpinë. Qashtu, Dërujt atë dhonë. Kjo ku ka pak se ajo, bërë men kur pu thash kova, pikë më spari unë i mjeri. Njëtë është. Se në Tiranë u shtarë qëllova, s'pat e besë më trartove. Zoti ftyrën të amarof. Kthehemi pas pak me bendin e Robi Plakët Kudorvet edhe musafirin Artan Bakia. Të sajnë betën kujtime, po të mbarle ti të gjoj. Ajo kërkoj pasurinë, por dashurinë par harroj. Ajo kërkoj pasurinë, dashurinë par harroj. E kam pasur unë ristanën, prej një kohë shumë të gjatë, kujtimet e qaja kam, si haroja zitas natë. Kujtimet e qaja kam, si haroja zitas natë. Dheva nga ushtria, Bulevar Tiranë të ju shkue, mora lajmi nga shoqëria, thanë Risana është martue. E mora lajmi nga shoqëria, thanë Risana është martue. Jo, këtë lajmë kur e dëgjova, i abit të kam qëndrova, 2-3 pika lot në shova, por unë prap nuk e besova. 2-3 pika lot në shova, por unë prap nuk e besova. Super kong, super për cili u munu mja dhonë ma të mirën. Kthehemi tash me rubrikën e hepsit Pulat e Robertit. Përshëndetje për të gjithë juve. 5 ditë para Bajramit kemi ardhur në Jafa. Këtu ku gatuhen lloj-lloj tortësh, e baklava, e sheqerpare. Mos u boni kohre me pregadit në shtëpitë e juja, në përbanesat e juja.
ma mirë e ma lirë nuk gjone kërkon. 12 copa baklov tradicionale dhe një tort si pas dëshirës vetëm për 15 euro. Këtu punohet me shumë dashni edhe me pastërti. Vetëm po i mungon do shërbet me pa pas këtu. Që vjen edhe shërbeti. Aty punohen tortet dhe gatuhen kurse këtu zbukurohen tortet. Për hajrë Bajrami ju kohë, porositni në 048 188 881 apo përmes Instagramit. Hepsi, oferta Laki po vazhdon në krejt Kosovën, në kohë të ndryshme në vendet të ndryshme. Për shembull, chicken burger, një pije edhe një pomfrit për vetëm 2,99. Prej 26 maj deri me 4 qershor, këtë ofertë e keni të pika në Galeria Mall Prizren. Apo she, non-stop ndryshojnë. Këqyrni përcjelljen të Hepsi në Instagram. E në pikën në Komoran, edhe në Galeria Mall në Prizren. Do me thonë prej 28 maj deri me 4 qershor. Faleminderit shumë Heps që jemi neve. Artan, të kanë thirrë me një darsëm, me knu si me urgjencë. Ata e kanë pas Xenin, po kanë vendosë mja anullu. Mirë po Xeni nuk e din. E në ndërkohë po thirin ty. Po thirë ty Xenin, telefon mu konsultu për disa kongë lidhje me këtë darsëm. Që ko ka me spec? Që kja me spec, qka i thu? Do me thonë... Shumë problem, sidomos me Xenin, shumë problem, po duhet m'ja shpjegu. Duhet m'ja shpjegu se kjo është edhe Xeni u konë mësafirë dhe njëtë e ka bo, kjo është pjesë e... Po, që po thirë. Umar. Xeni po thirë. Basa Xen së në gjirime, jemi qartë, onë, bish pak. Xen, përshëndetje. Po. Po, dhe mu më thirën që të më. Në ashtë ta dyve bashkë. S'pa merë me dhe. Që di, që ta shë më thirën. Merën telefone, lejmë. Hajtë se më gjirimi, tungë. Por mira ke por shpejt që të qa ka për muzën të jonë? Si gjithmonë, po thirë një femën që ty të pëlqen, edhe po thot nëse dënë mu pa me mu, duesh me ma dërgu në foto, me ta pa njëherë para se me dalë. Alo? Po? Në gjirime jam. Po e di, ti ku mbo like do foto, për dishe që për më pëlqen, po. Foto komplet në Instagram. Më nëshmi... Aha, bëjsh du të me fotografu me iPad, se me iPhone vallojnë problem është. Në ashta për bazoni në atë kongën që kom knut, që ma ka knu e Musafirja, djallu e kitë vogël. Ngo këtë rinë. Kusat ma dhe paske. Sensin e humorit. Se i një qu pesh me njerë me komente që a kjo kongë. Ka dole, më së gëtni. Jo, Losh, nuk qaj në asje foto. Jo, Patrisi, ka femën. Ej. Natën e mirë. Ti mirë. Ishte knatësimet po zemra eme, unë kisha pas qef me dëgju edhe një kongë prej teje, me bendin Robi Blokët Plutën vetë, edhe me përshëndet kondët që ki, fonsa, familje, kolegë, shok. Shumë për ftesën, juroj punë të marë. Një falenderim përshëndesim për bendin, fantastik. Përshëndesim gjitha ata njerëz të cilët kontribuojnë për artin, kontribuojnë për muzikën shqiptare, edhe juroj fillimisht familjes time një jetë të mirë, e të gjatë, e pastaj gjithë miqve, artistave. Urojmë që në këto kohë të krizës ku përjetojmë me një problem të madh me identitetin, të kthehemi në rrojt, të kthehemi aty ku na takon, ta marrim atë pozicionin që na ka hije. Domethënë mos ta vjen marra prej këtyne që jemi, mos provojmë u bërë kusht tjetër, një kopje zbeth e dikujt tjetër. Kështu që kaq. Diaspora, ju duam shumë, shifemi këtë verë, edhe shifemi të djelen tjetër, shkojmë me një këngë nga Robi Plakët, kur don vetë Bendi dhe Artan Bakia. Natën e mirë.
Kur e përcon dha ylberin dhe vahyrano Kur ja pashman zerën vjero ja lava melo Mos e daj me loto i zon Mos e daj me Se shko kriti par moj zano Por si dita so Mos e daj me loto i zon Mos e daj me Se shko kriti par moj zano Por si dita so Shkuan muaj, shkuan vite Zemra mu do që plas Stalan halë, stalan derde Me jetu e pa O i peri ta dësho Atë nuk e haru Vite të kur kreti tyrbe Qofshin të malku O e në beri ta dësho Atë nuk e haru Vite të kur kreti tyrbe Qofshin të malku Qofshin të